Sprovat e rinisë. Ebu Hurajra i kohëve moderne. Jasini ishte një djalë i zakonshëm në shkollë, por zemra e tij kërkonte diçka më shumë. Ishte i rrethuar nga mëkate, oferta dhe tundime. Shokët e tij ndërronin vajzat si këmisha, por ai ruante syrin dhe zemrën. Lexonte jetën e sahabëve çdo natë. E donte shumë Ebu Hurajrën dhe dijen e tij. Një ditë një vajzë e bukur i bëri ftesë, ai refuzoi me edukat. Unë kam një qëllim më të lartë. Ajo qeshi dhe iku, por ai nuk u trondit, sepse feja, besimi i tij ishte më i rëndësishëm dhe është më e rëndësishme. Vazhdonte të merrte pjesë në takime, në mezhliset e diturisë, mësoi shumë hadithe për rinin, u bë shembull për të tjerët. Një mësues i tha: "Ti je si Ebu Hurajra i sotëm." Jasini qeshi me modesti. Dija dhe morali e zbukuronin fytyrën e tij. Sot ai fton të rinj drejt besimit, edukimit, moralit, inovacionit. Kujton se jeta është provim i përkohshëm dhe çdo sprov ka një shpërblim. Ai është dëshmi se edhe sot rinia mund të jetë e pastërt. Vetëm duhet vullnet dhe iman, besim, qëndrueshmëri. Në fund, Allahu ja hap rrugën atyre që përpiqen. Kurdo që i shmanget pra një të keqe, Allahu ja mundson shumë të mira. Dhe ai që bën vepra të mira, padyshim që Allahu do t'i jap dhe do të kënaqet. Kush e ndjek pra këtë udhëtim të pastërt dhe të sinqert, duke qenë i moralshëm, i ndershëm, padyshim që Allahu do t'i jap suksese të njëpasnjëshme. Dhe vërtet suksesi është në dorën e Krijuesit. Prandaj ky Krijues që na furnizon dhe na begaton me mirësi, me shëndet dhe na ka dhënë diturinë që ne ta përdorim për mirësi, ne duhet të jemi mirënjohës për çdo gjë.